Pas raportimeve për njësoret e energjisë elektrike, ku nga 1050 njësor nga të gjitha rajonet e Kosovës, mbi 99% e tyre rezultuan me devijime kohore, kanë reaguar edhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Ministri kjo e udhëhequr nga Mimoza Kusari. Kjo ministri ka njoftuar se kanë themeluar një komision të posaçëm për verifikimin e njësorëve elektrik, të cilët tashmë kanë tërhequr disa njësorë nga terreni pas ankesave nga konsumatorët. Këta njësorë sipas njoftimit të ministrisë janë dërguar në Azencinë e Meteorologjisë së Kosovës për verifikim, institucion që funksionon në kuadër të mintit dhe që sipas ligjit është përgjegjës për verifikimin e njësorëve elektrik. Megjithatë, ministria nuk ka bërë të ditur se kjo agenci po përballet me disa çështje të rëndësishme në kapacitetet e saj. Sipas përgjigjeve për Gazetën Nacionale, kjo agenci ka bërë me dije se që nga viti 2025, me gjithë shtimin e kapaciteteve që kanë pasur, kanë punuar në përgatitjen e sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe se janë ende në proces të akreditimit sipas standardeve ndërkombëtare. Kur janë ende në proces akreditimi, pra aktualisht pa akreditim, çfarë niveli besueshmërie mund të kenë verifikimet nga laboratori i kësaj agjencie? Përveç kësaj, agjencia përballet edhe me mungesë të stafit. Vetë AMK-ja ka deklaruar për Nacionale se gjatë vitit 2025 kanë zhvilluar procedura rekrutimi, por nuk ka pasur aplikime të mjaftueshme apo të përshtatshme. Edhe më shqetësues pastaj është niveli i verifikimeve të kryera. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 5 viteve të fundit janë realizuar vetëm 329 verifikime periodike të njësorëve elektrik, që i bie mesatarisht rreth 65 verifikime në vit, për një sistem me mbi 700.000 njësorë në përdorim. Agencia e Meteorologjisë është institucioni që bën aprovimin, verifikimin dhe mbikëqyrjen e mjeteve matëse në Kosovë, përfshirë njësorët elektrik. Megjithatë, në përgjigjet për Gazetën Nacionale, AMK-ja ka theksuar se sa i përket çështjes së kohës në njësorë dhe ndikimit në tarifat e energjisë nuk mban përgjegjësi direkte, pasi që verifikimi i tyre lidhet vetëm me saktësinë e matjes së shpenzimit të energjisë elektrike. Pra nëse një njësor po e mat mirë shpenzimin e energjisë elektrike. Sipas tyre, verifikimi realizohet në dy forma, periodik dhe të jashtëzakonshëm. Verifikimi periodik bëhet çdo 12 vite, sipas rregullorës, ndërsa ai i jashtëzakonshëm kryhet edhe me kërkesë të konsumatorëve apo palëve tjera si ZRE apo Keci. Megjithatë, kur janë pyetur për numrin e njësorëve që e kanë tejkaluar afatin 12 vjeçar të verifikimit dhe që vazhdojnë të jenë në përdorim, Agencia e Meteorologjisë ka deklaruar se nuk posedon informacion zyrtar për këto të dhëna. Kjo do të thotë se vetë institucioni përgjegjës për verifikimin e njësorëve nuk ka një pasqyrë të plotë për gjendjen reale në terren. Këto të dhëna nuk na i kanë ofruar as zyrtarët e Kecit, të cilët i kemi pyetur në konferencën e djeshme për media lidhur me njësorët elektrik. Aktualisht, domethënë sepse AMK-ja edhe pse është përgjegjës nuk ka të dhëna zyrtare nga Keci. Dhe kjo është shqetësuese gjithashtu. Për këtë çështje patjetër që na duhen edhe të dhëna me hyrje dhe me pa. Patjetër që do të kthejmë përgjigje, po na siguron një. Kam dërguar pyetje në fakt, po s'kam. Okej, na dërgoj prapë edhe një pyetje përmes emailit. Kur Agencia e Meteorologjisë së Kosovës është ende pa akreditim, kur kjo agjenci funksionon me staf të kufizuar, kur kryejnë vetëm 329 verifikime periodike të njësorëve brenda 5 viteve, kur nuk kanë informacion se sa njësorë janë pa afat, kjo ngrit dyshime serioze mbi kontrollin që shteti ka në mbi 700.000 njësorët elektrik të qytetarëve.